Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahun xhalla shanu e falenderojmë, salatë dhe selame ndaj pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam. Dërgojmë të nderuar vëllezër dhe motra, kudo që gjendeni, ju përshëndes të gjithëve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nëse njeriu është një qenie e cila në vetë ngërthen elementin shpirt, elementin mendje dhe elementin trup, atëherë Islami mesuri se si cilës për këtire tri elementeve ja ka dhënë hakun e merituar. Kështu që duhet të ruhet barasfeshta mes këtire tri elementeve. Nuk duhet njeriu të kujdeset vetëm për trupin e tij duke lënë anësh shpirtin, e as vetëm për shpirtin duke lënë anësh mendjen dhe trupin. Kështu që nëse dëshirojmë të kemi njeri të kompletuar, ky njeri do të jetë vetëm atëherë kur këtyre tri elementeve u jep hakun e merituar. Më herët folëm në një ligjërat tjetër për rëndësinë e shpirtit dhe ushqimin e shpirtit, dhe thëmë se ato mund të ushqehen në forma të ndryshme, por lidhe me Zotin, adhurimet e ndryshme, namazi, agjerimi, zeqati, haxhi, leximi i Kuranit, përkushtimi, nënshtrimin e Allahu xhalla shanu, bamirësia, të gjitha këto janë elemente shumë të rëndësishme që kanë për qëllim ngritjen e njeriut në aspektin shpirtëror. Sot do të folëm diçka për elementin e mendjes, respektivisht edukatën intelektuale të njeriut. Vallë, njeriu duhet të jep rëndësi edukatës intelektuale apo jo? Po si mund të mos i jep rëndësi këtij elementi shumë të rëndësishëm, kur e dim se njeriu pikërisht me këtë element dallohet nga krijesat tjera? Po supozojmë, pa nënshmuar dhe ofenduar askënd, nëse njeri ka probleme mentale, a njeri ka vlerë në shoqëri apo jo? Me sugëri që vlera e tij do të bie nga fakti se njeriu këtë vlerë që e ka pikërisht për ata se në kokën e tij, në zemrën e tij bart elementin e vetdijes, anën intelektuale, që në thotë se Allahu xhaleshanu e ka dalluar njeriu me këtë element shumë të rëndësishëm. Andaj, përderisa njeriu është i krijuar në këtë formë, tash nuk do të aspektin biologjik, në atë aspektin mjekësor për treguar, por mbas të dhënave që i dim nga leximet tona të përgjithshme që i kemi, se njeriu, çdo njeri në kokën e tij bart 100 miliard qeliza, që në kupton se ka një potencial të fuqishëm intelektual, të cilin po që se shfryzon atë në maksimum, do të arrijë që ai të kupton gjëra shumë më rrëmendëse, dhe Allahu ja ka dhuruar njeriu këtë fuqi, këtë potencial shumë të madh, të cilin njeriu duhet ta shfryzon, po fatkeqësisht ata shfryzon shumë pak. Për këtë, vëllezër të nderuar, varrim se Allahu i lartë madhëruar Kur'anin e tij famëlart, që është kushtetuta për mbar njerëzin deri në ditën e gjykimit, e ka filluar me fjalën e parë lexo. Iqra, lexo, studio, hulumto. Çfarë kupton se leximi është farzi i parë me cilin Allahu i ka obliguar besimtarët. Ramazani, namazi shumë vonë është më farz. Domethënë 10 vite pas fillimit të shpalljes. Ramazani 15 vite pas fillimit të shpalljes. Haxhi 20 vite pas fillimit të shpalljes. Çfarë kupton se janë këto farze të cilat shumë vonë janë bë obligime. Obligimi i parë që na bën momentin e parë është kërkimi i detorisë. Që do të thotë se Allahu, sikur që po don për neve na jep një mundësi apo na bën një obligim se ti mund ta kuptosh qëllimin e krijimit tan. Ti filozofinë e jetës mund ta kuptosh vetëm atëherë kur ti studion dhe hulumton. Për këtë Allahu thot Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lexo me emrin e Zotit tënd i cili ka krijuar çdo gjë. Nëse morëm 5 ajetet e para kuranore të cilat kanë zbritur në Kur'an tek Muhamedi alayhi salatu wasalam, do të vërim se aty fshehet e tërë pedagogjia islame, e tërë filozofia e arsimit dhe edukatës, nga se aty diher përmendet Iqra, lexo, diher përmendet Zot, Rabbuk, diher përmendet emri njeriu, diher përmendet aleme, e mësoj, aty përmendet edhe pena, mjeti i mësimor. Të gjitha faktorët edukativ arsimor aty përmendet, që ka thjesht flet për filozofinë e arsimit dhe nevojën që ka njeriu për edukim dhe arsimim në jetën e tij. Vetëm kur arsimohet mirëfilli,
Dhe vetëm kur arsimohet mbas të programit hinor që Allahu xhaleshanu e ka përgatitur në Kur'anin famullar dhe në Sunetin e pejgamberit alayhis salam, vetëm atëherë arsimimi apo përgatitja e njeriu do të jetë në formën më të mirë. Nëse morëm bëjmë një krahasim mes pedagogjisë islame dhe pedagogjisë laike, këtu do bëjmë një dallim shumë të madh, sepse pedagogjia islame i drejtohet njeriu siç është njeriu, pa anashkaluar asnjërin nga komponentët e tij shpirtëror, fizik dhe intelektual, ndërsa pedagogjia laike tërësisht e anashkalon edukimin shpirtëror, nga se nuk e njeh elementin shpirt, po vetëm flet për anën fizike të tij dhe anën intelektuale. Dhe kjo është një dështim shumë i madh. Për këtë arsye sot në botë dominon filozofia materialiste, dhe kjo e ka bën njerëzit të cilët dominojnë në botë, që janë njerëz të cilët e shohin njeriu vetëm nga prizmi i materializmit, e shohin atë vetëm si qenie që mund të përfitohet prej tij, a nuk e shohin si një qenie i cili në vetë bart edhe elementi shpirt. Andaj për të kuptuar këto elemente, patjetër duhet ta kemi si mbështetje kryesore mësimet fetare të cilat mbështeten Kur'anin famullar dhe Sunetin e pejgamberit alayhis salam. Shihni çka thot Muhamedi alayhis salam: "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Kërkimi i diturisë është farz për çdo besimtar. Çka nuk kupton se kjo nuk është çështje, po duhet ti me kriju shkollim, e merr një diplom, punsohesh diku, e merr një rrogë edhe mbijeton. Islami nuk e shef këtë çështje këto nga. Përfitimi material në këtë botë dhe rroga janë çështje që duhet i sigurohen njeriu. Mirë po, nuk duhet të mëson se duhet ta merr një rrogë, por duhet të mëson se duhet të dinë. Duhet të mëson se duhet ta kupton qëllimin e krijimit të tij në këtë botë, dhe duhet ta mëson për ta kuptuar realitetin se për çka realisht është krijuar në këtë botë. Dhe kur themi na që duhet të mëson, këtë element duhet ta kemi parasysh, jo të mëson vetëm Kur'anin, jo të mëson vetëm elementet fetare ose njohuritë fetare, por të mëson të gjitha njohuritë e ndryshme, nga se Allahu xhaleshanu në Kur'anin famullar nuk ka folë vetëm për mësimet fetare, por ka folë edhe për mësimet shoqërore, për mësimet natyrore. Pra duhet për shkencat natyrore, shkencat shoqërore, shkencat fetare të mëshirohen mes veti. Sikur njeriu që përbohet nga shpirti, trupi dhe mendja, edhe shkencat shoqërore, natyrore dhe fetare duhet mes veti të mëshirohen dhe ata të formojnë një njerëz të kompletuar këtë drejtim. Dhe vetëm këtë formë na mund të arrijmë atë që kërkohet prej neve. Andaj vëllezër të nderuar, nuk ka filozofi, as nuk ka sistem hinor, as nuk ka sistem njerëzor që i ka dhënë rëndësi kërkimit të diturisë dhe ngritjes intelektuale të njeriut siç i ka dhënë Islami. Andaj Islami është shpëtim për njeriun, shpëtim në këtë botë, nga se arsimin e ka kufizuar tamam sipas nevojave që i duhen njeriut. Është kërkesë e parë hinore që të studiojmë, është kërkesë mbas të cilës ne ngritemi tek Allahu xhaleshanu dhe është kërkesë përmes së cilës e kuptojmë edhe qëllimin e krijimit tonë në këtë botë. Andaj sot jemi duke jetuar në disa rrethana shumë të vështira, po shohim interesimin e të rinjve, studentëve, nxënësve në aspektin arsimor që ka rënë tepër ulët. U them të gjithëve, nëse ju realisht e doni Islamin, nëse realisht e doni Kur'anin dhe e doni fen, duhet patjetër t'i kushtoni kërkimit e diturisë, nga se sikur agjërimi që është farz apo namazi, edhe kërkimi i diturisë është farz, është një ibadet përmes të cilit njeriu ngritet në këtë botë dhe në botën tjetër. E lutem Allahun lart mëdhur të kuptojmë këto elemente shumë të rëndësishme, të cilat na duhen neve për jetë dhe mbas të cilave do të ngritemi edhe në këtë botë, edhe në botën e tjetër. Ju përshëndes të gjithëve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.